Ky çaj po ju dëmton shëndetin, mos e pini kurrë. Në botën e sotme të mbushur me produkte të ndryshme natyrale, çajrat janë shndërruar në një nga pijet më të preferuara të njerëzve. Nga çajrat e gjelbër deri te çajrat herbal, shumica e individëve e konsiderojnë konsumimin e tyre si diçka të sigurt dhe të dobishme për shëndetin. Megjithatë, nuk janë të gjithë çajrat aq të pafajshëm sa duken. Disa prej tyre mund të shkaktojnë dëmtime serioze afatgjata për trupin, duke ndikuar në funksionimin e organeve të brendshme, sistemin hormonal dhe ekuilibrin e përgjithshëm të trupit. Ky artikull synon të sjellë në vëmendjen tuaj rreziqet e fshehura të disa çajrave që shumë njerëz i konsumojnë pa u informuar. Çfarë i bën disa çajra të rrezikshëm? Rreziku qëndron kryesisht në përbërësit aktiv të çajrave dhe në mënyrën e përgatitjes së tyre. Disa çajra herbal përmbajnë substanca që mund të ndërhyjnë në metabolizmin e trupit ose të shkaktojnë reaksione alergjike. Për shembull, çajrat që përmbajnë sasi të larta të oksalatit mund të ndikojnë në shëndetin e veshkave dhe të kontribuojnë në formimin e gurëve në to. Përveç kësaj, disa çajra të shitur si natyral mund të përmbajnë edhe kimikate të fshehura nga prodhuesit, që shtojnë rrezikun për dëmtime në mëlçi dhe stomak. Një tjetër aspekt i rëndësishëm është efektiviteti i çajit në lidhje me shëndetin kardiovaskular. Disa çajra herbal, nëse konsumohen në sasi të mëdha, mund të rrisin tensionin e gjakut ose të shkaktojnë çrregullime të rrahjeve të zemrës. Përveç kësaj, disa përbërës mund të ndërveprojnë me ilaçe që individët marrin për trajtimin e sëmundjeve kronike si diabeti ose hipertensioni. Kjo bën që konsumi i pakujdesshëm të ketë pasoja serioze. Çajrat më të zakonshëm që mund të jenë të rrezikshëm. Çaji i bimoreve me efekt diuretik të fortë. Shumë njerëz konsumojnë çajra diuretik me besimin se ndihmojnë në humbjen e peshës. Megjithatë, përdorimi i tyre i tepruar mund të shkaktojë dehidratim, humbje të elektroliteve dhe probleme me veshka. Çajrat që përmbajnë sasi të larta të senës ose likori mund të jenë veçanërisht të rrezikshëm nëse merren për periudha të gjata. Çajrat energjizues ose me kafeinë të lartë, disa çajra, sidomos ato që përmbajnë kafeinë natyrale të përqendruar, mund të shkaktojnë ankth, pagjumësi dhe rritje të presionit të gjakut. Përdorimi i vazhdueshëm i këtyre çajrave mund të çojë në problemet e zemrës dhe shqetësime në sistemin nervor. Çajrat me përbërës të panjohur ose të importuar, shumë çajra të shitur si ekologjik apo natyral, mund të përmbajnë pesticide ose kimikate të dëmshme që nuk janë deklaruar. Konsumimi i tyre afatgjat mund të ndikojë negativisht në mëlçi, stomak dhe sistemin imunitar. Simptomat e dëmtimeve nga çajrat. Njerëzit shpesh nuk kuptojnë menjëherë se çaji që konsumojnë po u dëmton trupin. Simptomat mund të jenë të ndryshme dhe shpesh të ngjashme me ato të stresit ose sëmundjeve të zakonshme. Disa prej tyre përfshin dhimbje të vazhdueshme të stomakut ose të zorve, pagjumësi ose ankth të shtuar, rrahje të çrregullta të zemrës, lodhje e tepërt dhe humbje energjie, çrregullime hormonale, si ndryshime në ciklin menstrual tek gratë. Për të parandaluar këto probleme, është e rëndësishme që të njihni përbërësit e çdo çaji që konsumoni dhe të mos mbështeteni vetëm në marketingun që e prezanton si të sigurt. Çajrat më të rrezikshëm dhe efektet e tyre për trupin. Në pjesën e parë, folëm mbi rreziqet e përgjithshme të disa çajrave dhe simptomat që mund të shfaqen nga konsumimi i tyre. Tani do të përqendrohemi tek çajrat specifik që kanë treguar potencial të lartë për të shkaktuar dëme, duke analizuar efektet e tyre të ndaluara. 1. Çaji i senës. Çaji i senës është një nga çajrat herbal më të njohur për efektin e tij të fuqishëm laksativ. Ai përdoret shpesh për të trajtuar kapsllëkun ose për humbje të shpejtë të peshës. Megjithatë, përdorimi i zgjatur mund të çojë në dehidratim të rënd. Përdorimi i përditshëm mund të shkaktojë humbje të lëngjeve dhe elektroliteve, duke rritur rrezikun për probleme me zemrën dhe veshka. Varsi. Trupi mund të bëhet i varur nga efektet e laksativit, duke bërë që zorët të humbasin aftësinë për të funksionuar normalisht pa çaj. Irritimi i zorëve. Përdorimi i tepruar mund të shkaktojë inflamacion kronik të zorëve dhe të përkeqësojë sëmundje si sindroma e zorëve të irrituara. Në fakt, ekspertët e shëndetit rekomandojnë që ky çaj të përdoret vetëm në raste të rralla dhe për periudha të shkurtra. 2. Çaji me kafeinë të lartë. Disa çajra të njohur si çaji i zi ose çaji i gjelbër në koncentrime të larta përmbajnë sasi të konsiderueshme kafeine. Konsumimi i tepruar mund të shkaktojë tension të lartë të gjakut. Kafeina mund të rrisë përkohësisht presionin, por përdorimi kronik mund të çojë në hipertension. Probleme të zemrës.
rrahje të çrregullta ose palpitacione. Personat me sëmundje kardiake duhet të jenë shumë të kujdesshëm. Pagjumësi dhe ankth. Konsumimi në mbrëmje ose në sasi të mëdha mund të ndikojë seriozisht në cilësinë e gjumit dhe balancën emocionale. Edhe pse shumë njerëz e konsiderojnë çajin e zi si natyral dhe të shëndetshëm, teprimi mund të sjellë efekt të kundërt. 3. Çajrat me bimë të panjohura ose të importuara. Në treg ka shumë çajra të shitur si ekologjik ose tradicional, të importuar nga vende të ndryshme. Shumë prej tyre nuk i deklarojnë të gjitha përbërësit ose përmbajnë pesticide dhe aditiv të padeklaruar. Konsumimi i vazhdueshëm mund të shkaktojë dëmtime në mëlçi. Përbërësit kimik mund të ndërhyjnë në metabolizmin normal të mëlçisë, duke çuar në inflamacion ose cirozë. Alergji të fshehura. Disa bimë mund të shkaktojnë reaksione alergjike serioze, sidomos tek njerëzit me predispozita. Ndikim në sistemin imunitar. Substanca toksike mund të dobësojnë mbrojtjen natyrale të trupit ndaj infeksioneve. 4. Çaji me efekt të lartë diuretik. Çajrat diuretik përdoren shpesh për të reduktuar ëndjen ose për të ndihmuar humbjen e peshës. Megjithatë, përdorimi i vazhdueshëm mund të shkaktojë humbje të elektroliteve. Kjo mund të çojë në muskuj të dobët, dhimbje koke dhe lodhje kronike. Dehidratim. Shumë individ nuk e kuptojnë se edhe lëngjet që konsumojnë në ditë nuk kompensojnë humbjen e lëngjeve nga çaji. Probleme me veshkat. Efekti i tepruar diuretik mund të krijojë stres të vazhdueshëm në veshka dhe të rrisë rrezikun e dëmtimeve afagjata. 5. Çajrat për humbje të shpejtë të peshës. Një kategori tjetër shumë popullore është çajrat që reklamohen për detoks ose humbje të shpejtë të peshës. Shumë prej tyre përmbajnë kombinime të senës, likorit ose përbërës të panjohur. Efektet e tyre përfshin ndikim në metabolizmin natyral të trupit, humbje të ujit dhe jo të yndyrës, që sjell efekt të përkohshëm por të rrezikshëm. Ndryshime hormonale, sidomos tek gratë, duke shkaktuar çrregullime menstruale. Në këtë mënyrë, bëhet e qartë se nuk janë të gjithë çajrat të sigurt. Edhe pse shumë prej tyre prezantohen si të dobishëm për shëndetin, rreziku i fshehur mund të jetë i madh. Konsumimi i pavëmendshëm mund të çojë në dëmtime serioze, që mund të jenë afagjata dhe të vështira për t'u trajtuar. Efektet afagjata të çajrave të dëmshëm në organet e trupit. Në pjesët e mëparshme, kemi diskutuar rreziqet e përgjithshme të disa çajrave dhe çajrat më të rrezikshëm që konsumohen zakonisht. Tani do të shqyrtojmë efektet afagjata të konsumit të këtyre çajrave në organet më të rëndësishme të trupit dhe në sistemin hormonal. Kjo është pjesa ku kuptojmë se çfarë ndodh kur përdorimi bëhet i shpeshtë ose i tepruar. 1. Mëlçia. Mëlçia është organi kryesor i detoksifikimit të trupit. Çajrat që përmbajnë kimikate të panjohura, pesticide ose përbërës herbal me koncentrime të larta, mund të ndikojnë në funksionin normal të saj. Efektet afagjata përfshin inflamacion kronik. Konsumimi i vazhdueshëm i çajrave me përbërës toksik mund të shkaktojë inflamacion të vazhdueshëm të mëlçisë, duke dobësuar aftësinë e saj për të metabolizuar substanca. Rritja e enzimeve të mëlçisë. Shumë çajra herbal mund të shkaktojnë rritje të enzimeve hepatike, që është tregues i dëmtimit të mëlçisë. Rreziku i cirozës. Nëse përdoret në mënyrë të tepruar për një periudhë të gjatë, mëlçia mund të zhvillojë dëmtime serioze që çojnë në cirozë ose dështim të funksionit hepatik. Për shembull, disa çajra oriental të importuar nga Azia përbëjnë një rrezik të lartë, sepse përmbajnë kombinime të bimëve që nuk janë testuar në studime klinike të gjata. 2. Veshkat. Veshkat janë përgjegjëse për filtrimin e gjakut dhe eliminimin e mbetjeve të trupit. Çajrat diuretik ose çajrat me sasi të larta oksalati mund të dëmtojnë veshkat. Gurët në veshka. Çajrat me oksalat të lartë mund të kontribuojnë në formimin e gurëve në veshka. Dehidratim kronik. Përdorimi i çajrave diuretik rrit humbjen e ujit dhe elektroliteve, duke bërë që veshkat të punojnë më shumë dhe të lodhen. Dëmtime të funksionit renal. Konsumi i gjatë dhe i tepruar mund të shkaktojë dëmtim të qelizave të veshkave dhe probleme të përhershme në filtrimin e gjakut. Për individët që kanë histori familjare të sëmundjeve të veshkave, çajrat e tillë mund të jenë veçanërisht të rrezikshëm. 3. Zemra dhe sistemi kardiovaskular. Çajrat me kafeinë të lartë, energjizues ose diuretik mund të ndikojnë negativisht në zemër, palpitacione dhe rrahje të çrregullta. Konsumi i vazhdueshëm i çajrave të tillë mund të shkaktojë aritmi të vazhdueshme, rritje e presionit të gjakut. Tek njerëzit me hipertension të fshehur, konsumimi i çajrave me kafeinë mund të çojë në komplikime serioze. Stres i vazhdueshëm mbi zemër.
Efekti i përsëritur i stimulimit nga përbërësit aktiv mund të lodhë zemrën dhe të kontribuojë në sëmundje kronike kardiovaskulare. Një studim i fundit tregon se individët që konsumojnë më shumë se 2 filxhan çaj energjizues ose çajra me kafeinë të fortë në ditë kanë një rrezik më të lartë për hipertension dhe sëmundje të zemrës pas 5-10 vjetësh. 4. Sistemi hormonal. Disa çajra herbal mund të ndikojnë në ekuilibrin hormonal, sidomos te gratë. Çrregullime menstruale. Bim si sena ose likori në çajra të ndryshëm mund të ndërhyjnë në ciklin menstrual. Ndryshime në hormonet të stresit. Konsumi i çajrave me efekt stimulant mund të rrisë kortizolin, duke shkaktuar ankth dhe lodhje kronike. Efekte afatgjata në fertilitet. Përdorimi i zgjatur i çajrave me përbërës të panjohur mund të ndikojë negativisht në prodhimin e hormoneve riprodhuese. 5. Shembuj real dhe paralajmërime. Shumë raste reale tregojnë pasojat e konsumimit të çajrave të dëmshëm. Për shembull, individ që konsumuan çaj diuretik çdo ditë për muaj me radhë raportuan probleme të rënda me veshkat dhe zemra. Një tjetër rast përfshin një grua që përdorte çaj herbal për humbje peshe dhe zhvilloi inflamacion të mëlçisë dhe çrregullime hormonale. Këto shembuj tregojnë qartë se çajrat që mendojmë se janë të sigurt mund të shkaktojnë dëme serioze, sidomos kur përdoren për periudha të gjata. Si të konsumoni çajra në mënyrë të sigurt dhe alternativa natyrale. Pas analizimit të çajrat më të rrezikshëm dhe efekteve të tyre afatgjata në organet kryesore të trupit, tani është koha të flasim për mënyrat e sigurt për konsum të çajrave dhe për alternativat natyrale që nuk dëmtojnë shëndetin. Kjo pjesë është thelbësore për të kuptuar se si mund të shijoni çajin pa rrezikuar trupin. 1. Zgjedhja e çajit të sigurt. Kur blini çaj, duhet të jeni shumë të kujdesshëm për cilësinë dhe përbërësit e tij. Lexoni etiketën. Sigurohuni që të kuptoni çdo përbërës të listuar. Nëse shihni emra të panjohur ose përbërës herbal të paidentifikuar, shmangni atë produkt. Kërkoni çajra të certifikuar. Çajrat organik ose të certifikuar nga institucione të njohura ka më pak rrezik të përmbajnë pesticide dhe kimikate të dëmshme. Mos përdorni çajra të dyshimt ose të importuar nga burime të pasigurta. Shumë herë çajrat e importuar nga tregje të pazhvilluara mund të përmbajnë substanca që nuk janë testuar. 2. Konsumimi i moderuar. Shumë dëme shkaktohen nga teprimi. Edhe çajrat e shëndetshëm mund të jenë të dëmshëm në sasi të mëdha. Disa udhëzime. Mos e teproni me çajrat diuretik. Një filxhan në ditë është më i mjaftueshëm për shumicën e njerëzve. Racioni i kafeinës. Për çajrat me kafeinë, qëndroni brenda 1-2 filxhanëve në ditë, veçanërisht nëse keni probleme me tensionin ose zemrën. Periudha e përdorimit. Shmangni konsumimin afatgjat pa pushime. Për shembull, një cikël 1-2 javë me pushime ndërmjet përdorimeve është më i sigurt. 3. Alternativa natyrale pa rrezik. Nëse dëshironi të shmangni rreziqet, ekzistojnë alternativa të sigurta që ofrojnë përfitime të ngjashme pa dëmtime për trupin. Çaji kamomili ndihmon në qetësim të nervave, përmirëson gjumin dhe nuk shkakton probleme me zemrën ose mëlçin. Çaji mente përmirëson tretjen dhe freskon frymarrjen. Nuk ka efekt stimulues të fortë dhe është i sigurt për shumicën e njerëzve. Çaji hibiskus ndihmon në rregullimin e tensionit të gjakut dhe ka përfitime antioksiduese. Çaji me xhenxhefil të freskët forcon imunitetin dhe ndihmon tretjen pa rrezikun e laksativëve të fortë ose kafeinës. Këto alternativa mund të konsumohen çdo ditë pa shqetësime për dëmtime afatgjata dhe janë të përshtatshme për të gjithë grupmoshat. 4. Monitorimi i shëndetit. Për të siguruar që çaji nuk po ju dëmton, duhet të bëni një monitorim të rregullt të shëndetit. Vëzhgoni çdo simptom të re, si dhimbje stomaku, lodhje, palpitacione ose çrregullime hormonale. Konsultohuni me mjekun nëse keni probleme kronike ose jeni duke marrë ilaçe. Disa çajra mund të ndërveprojnë me medikamentet. Në rast shqetësimi, ndërpritni konsumimin dhe zëvendësoni me alternativa të sigurta. 5. Edukimi mbi produktet. Një hap tjetër për konsum të sigurt është informimi dhe edukimi mbi produktet që përdorni. Mos bini pre e marketingut që thot natyral ose detoksifikues pa verifikuar përbërësit. Kërkoni recensione të besueshme dhe udhëzime nga ekspertë të shëndetit për çdo çaj të ri që dëshironi të provoni. Shmangni përdorimin e çajrave të panjohur që premtojnë humbje të shpejtë peshe, pasi shumë prej tyre janë të rrezikshëm për mëlçin, veshkat dhe sistemin hormonal. Gabimet më të zakonshme dhe paralajmërimet për konsum të sigurt. Pas shqyrtimit të rreziqeve dhe alternativave të sigurta, është koha të përmbledhim gabimet më të zakonshme që njerëzit bëjnë kur pinë çaj,
si dhe masat që mund të mbrojnë shëndetin tuaj. 1. Gabimi, konsumi i tepruar. Shumë individ besojnë se më shumë çaj do të thotë më shumë përfitime shëndetësore. Ky është një gabim i madh. Konsumi i tepruar, sidomos i çajrave me efekt diuretik, laksativ ose me kafeinë të lartë, mund të çojë në dehidratim dhe humbje elektrolitesh, problemet e zemrës si rrahje të çrregullta ose hipertension, dëmtime të mëlçisë dhe veshkave, çrregullime hormonale. Këshilla: pini maksimumi 1-2 filxhan çaj në ditë për çajrat stimulues ose diuretik dhe 3-4 filxhan për çajrat herbal të sigurt. 2. Gabimi, besimi i verbër te marketingu. Shumë çajra shiten me fjalë si natyral, detox, shëndet i plot ose dobësim i shpejt, por këto nuk janë tregues të sigurisë së produktit. Çajrat që premtojnë humbje peshe të shpejt shpesh përmbajnë përbërës laksativ ose diuretik të rrezikshëm. Shumë herë mungojnë informacionet mbi përbërësit e saktë ose substancat kimike të përdorura gjatë përpunimit. Këshilla: kontrolloni gjithmonë etiketën, kërkoni çajra të certifikuar dhe konsultohuni me ekspert shëndetësor. 3. Gabimi, kombinimi me medikamente. Shumë njerëz nuk e dinë që disa çajra mund të ndërveprojnë me ilaçet. Çajrat me kafeinë mund të ndikojnë në ilaçet për tensionin e gjakut ose sëmundjet e zemrës. Çajrat diuretik mund të ndërhyjnë në efektin e medikamenteve për veshkat ose zemrën. Çajrat herbal me përbërës të panjohur mund të ndërhyjnë në medikamentet për diabet ose hormonet riprodhuese. Këshilla: konsultohuni gjithmonë me mjekun ose farmacistin para se të konsumoni çajra të rinj. 4. Gabimi, përdorimi i zgjatur. Dëmtimet shpesh nuk ndodhin me njëherë. Efektet afatgjata në mëlçi, veshka, zemër ose sistemin hormonal mund të shfaqen pas muajsh ose viteve të përdorimit të vazhdueshëm. Këshilla: përdorni çajrat herbal për periudha të shkurtra dhe bëni pushime periodike. Për çajrat stimulues ose diuretik, përdorimi i rastësishëm është më i sigurt. 5. Gabimi, mosvëzhgimi i simptomave. Shumë individ vazhdojnë të pinë çaj edhe kur shfaqen simptoma shqetësuese, dhimbje stomaku ose të zorve, lodhje e tepruar, pagjumsi, ankth ose palpitacione, çrregullime hormonale. Këshilla: ndërprisni menjëherë çajin dhe kërkoni ndihmë mjekësore nëse vëreni simptoma të tilla. Përmbledhje dhe paralajmërime. Zgjidhni çajra të sigurt. Kamomili, mente, hibiskus dhe xhenxhefil janë alternativa të sigurta. Konsumoni me moderim. 1-2 filxhan çaj stimulant ose diuretik në ditë. Lexoni etiketat dhe shmangni çajrat me përbërës të panjohur. Mos kombinoni me medikamente pa konsultim. Monitoroni shëndetin tuaj. Ndryshimet e vogla mund të tregojnë rreziqe të fshehura. Shmangni marketingun mashtrues dhe premtimet e humbjes së shpejtë të peshës. Në fund, çaji mund të jetë një pije e shëndetshme dhe e këndshme vetëm nëse zgjidhet dhe konsumohet me kujdes. Rreziku i fshehur mund të shmanget duke ndjekur këshillat e mësipërme dhe duke zgjedhur alternativa natyrale që nuk dëmtojnë trupin.